I dy prova test. Jemi okay. Atëherë më gjoni? Unë filloj. Rregull. Atëherë mirë mbrëma. Faleminderit për pranimin. Jemi në konferencën për shtyp pas ndeshjes Moldavi-Shqipëri pra këtu në Kishinev. Me trajnerin kombëtar se zakonisht do të fillojmë herë me pyetje për teknikun Silvinho, po, Mister, complimenti, prima di tutto. E non sgarcio Radio Televizion Shqiptar. Isha ndoshta i vetmi që nuk u mërzite nga i goli 2 minutave të fundit dhe i pari që festove dhe thritet gjithë për të shkuar të tifozët. Të kanë konsideruar trajnerin e huaj më shqiptar, po del një shqiptar i vërtet. Aspetta. Noi ci adattatiamo ragazzi, è questo. Andiamo. Prima di tutto ringrazio tutta la gente il supporto e è vero, noi brasiliani c'è qualcosa che è molto vicino agli albanesi, noi siamo di abbracciare, di fare una relazione, di salutare, poi c'è una cosa bellissima che ho imparato tanto in Albania, nel senso tu sei un straniero, vieni a casa e mangia, a casa nostra, poi sì, qualcosina sì, dopo l'ultimo fischio, ma veramente dopo 9 mesi lavorando ogni giorno, vedi un sogno, è un sogno, questo è un sogno. Io veramente devo viverlo e per quello sono veramente molto contento come tutti voi, tutti noi. Pra jam shumë i lumtur, për këtë ëndër, kjo është një ëndër e madhe që është realizuar. Unë do të falenderoj së pari të gjithë njerëzit, të gjithë ata që na kanë mbështetur dhe në faktikisht është vërtet unë jam brazilian, por ne brazilianët jemi pak të ngjashëm me shqiptarët, krijojmë një marrëdhënie shumë të afërt me të gjithë. Pra flasim shumë dhe kemi gjithmonë një marrëdhënie të ngrohtë. Është edhe një gjë që unë mësova që kur erdha në Shqipëri. Kam vënë re që shqiptarët e hapin derën për mikun dhe e ftojnë të rrinë bashkë, të hanë, po themi bashkë, edhe ndihem shumë mirë. Dhe pas 90 minutave sigurisht që isha i lumtur sepse është bërë një punë e madhe me orë të tëra të kaluar në zyrë dhe sigurisht që ishte një ëndër që realizohet. Po, ashtu. Jepi. Sunt foarte fericit pentru meciul care s-a trecut. A fost muncit foarte mult pentru așa rezultat bun. Mi simt ca la mine acasă, sunt în Albania, suntem într-un moment situație foarte bun. Am luat un rezultat bun în Moldova și suntem foarte bucuroși. U shqetësuat në një moment që mund mos dilit me pikë nga Moldavia, ishte një ndeshje e ashpër, e luftuar, ndeshje taktike mund të themi me pak mundësi, por ashtu sikurse mund ta kishim siguruar rezultatin, edhe mund ta kishim pësuar në fund. Pati në një moment që patet dyshime mbi mënyrën e aplikimit lojës. C'è stato qualche momento quando si è stato preoccupato che potevamo uscire dal campo, diciamo, senza punti in questa partita. Hai avuto qualche dubbio anche per il parte di gioco, anche per come sono andate le cose durante i 90 minuti? Sì, in quanto riguarda il gioco di Moldavia, che è la squadra che più duello aereo fa,
in tutti i gironi dell'Europeo. E contro di quello non c'è niente da fare, o tu rimani con palla, ma quando loro hanno una palla ti buttano lì. Loro sono forti fisicamente, vincono il duello, c'è una seconda palla, quello in 2-3 minuti ti spacca una gara. Un gol, un rigore è difficile, noi sappiamo quello lì. Sì, ha avuto un momento, l'ultimo 3-4 minuti dopo del pareggio, ci può succedere tutto, difficile. Complimenti ai suoi allenatori, loro hanno perso una gara fino a qui, è una squadra forte, in gamba ancora, va a Praga, poi non è un loro problema, però loro hanno perso una gara e loro giocano così, fisico, forte, concedono poco e dopo lì con palla lunga Nicolaescu è un grandissimo calciatore, Postolacci, poi ci puoi fare veramente male. Pra po ka pasur momente që isha vërtet i shqetësuar, por ne dinim që luanim kundër Moldavis, një ekip shumë i fortë, sidomos në lojën e ajër dhe vështirësonte shumë lojën tonë, edhe kur ne kishim topin prapë në momentin që Moldavia merrte zotërim sferën, pra një top i gjatë dhe mund të shkonte më një herë në zonë, mund të merrte një penallti, mund të shënonte golin shumë kollaj, kështu që mund ta zgjidhin shumë lehtë ndeshjen në çdo moment. Dhe vërtet pas golit që ne psuam, pati momente që sigurisht isha i shqetësuar për mënyrën se si po shkonin gjërat dhe në atë moment gjithçka mund ndodhte në fushën e lojës, mund ndodhte çdo lloj rezultati. Gjithsesi duhet të komplimentoj trajnerin e tyre për punën që ka bërë, sepse Moldavia ka psuar vetëm një humbje në këtë fushat kualifikuese, atë ndaj nesh në Tiranë, dhe është një ekip që luan shumë mirë futboll. Është një nga më të vështirët në grupin tonë sa i përket pjesës fizicitetit apo lojës në ajër, por edhe me topat gjatë. Da, au fost momente difficili dopo che am avut un gol, però nu a fost o trecut după che au fost anche momenti foarte difficili. Au avut squadra moldava are niște giocatori destul de buni, au avut un joc și foarte bun, au calitate, ca Nicolescu are o calitate bună. Mr. My congratulations. Just two. Mr. My congratulations. You were successful as football player. You won Champions League. What important for you? Champions League or go with Albania to Euro Cup? Thank you. Listen, it's too easy. Ju keni pasur një karrierë shkëlqyer, keni fituar Champions League-ën si futbollist, cila është ndjesia më e bukur, emocioni më i madh që keni provuar kur fitoni Champions League-ën apo kur arrini kualifikimin me Shqipërinë në European? Good question, and also I try to be really short. As a football player, it was unbelievable to win the Champions League. But as a coach, to go to the Europeo 2024 in Germany with Albania, it's unbelievable as well. So as a coach, unbelievable. So I think it's the same things. Yeah, as a coach and a football player. Sigurisht që të fitosh Champions League-ën është një ndjesi fantastike si futbollist, patjetër diçka e pabesueshme po themi, por të shkosh si trajner i Shqipërisë në finalet e një Europiani, në finalet e Gjermani Euro 2024 është vërtet po aq e pabesueshme dhe po aq fantastike. Нам настолько понравился ваш переход из обороны в атаку, что мы хотим поздравить вашего главного тренера с его событием, которое будет в апреле следующего года, с юбилеем, поскольку мы редко встречаемся. Хотим пожелать албанской сборной успехов и хорошего выступления в финале чемпионата Европы. Спасибо. Пожалуйста. Ma lei traduce, lei traduce.
Domnul întreabă dacă dorește, cum mulțumește pentru joc și arată progresul echipei din Albania și totodată dorește ca până la anul viitor să se... Adică niște... Da. Ju falenderon shumë për ndeshjen që u lo sot. Komplimente për ndeshjen. Da, și progresul, constată progresul echipei din Albania, adică ca o echipă de forță. Progresso dell'equipo. Progres për ekip. Mai mult o constatare a fost, nu întrebare. Încă o dată, Mai mult o constatare că echipa Albania este o echipă foarte bună. Si constata che la squadra è stata... Complimenti, avete fatto un progresso importante cioè con l'Albania in questo europeo. Un tipo di commenti su questo che avete... Aspettiamo, possiamo entrare adesso. Aspettiamo. Poi io approfitto di questa situazione, sì, sono assolutamente d'accordo, la squadra sta giocando bene, ha qualificato per l'Europeo. Io volevo ringraziare a tutti e due allenatori che hanno iniziato questo progetto, Panucci, Christian, dopo Reia, hanno fatto qui 3, 4, 5 anni ogni due e io praticamente prendo la squadra adesso e andiamo all'Europeo. Poi volevo ringraziare la tappa di loro qua, anche noi, ne approfitto, oggi siamo 24 calciatori perché Muccioli è da noi, però io volevo ringraziare anche agli altri calciatori che hanno stato da noi in questo percorso molto veloci, Simoni, Adroi, Kumbula, Mihai, Ayeti, Adrian Bairami, Legnani, Ali, Selai, Abrash, Rosh, Mehmeti, Sadiku, Broia, Ciuni e Sherry. Ringrazio tutti loro, hanno stato almeno una volta da noi. Patjetër që ekipi ka bërë një paraqitje shumë të mirë në këto kualifikuese dhe kemi bërë progres shumë të madh duke u kualifikuar për në finalet e Europianit. Por unë do doja të falenderoja gjithashtu të kisha një falënderim të veçantë për dy trajnerë që kanë qenë para me, cilët po themi e kanë nisur këtë projekt, cilët janë Panucci dhe Edireja, që kanë bërë një punë shumë të mirë dhe unë e mora ekipin pas tyre. Dhe tani ja dolën banë, më fal, një punë shumë të madhe për të shkuar në finalet e Europianit. Por përveç tyre duhet falenderoj shumë, jo vetëm 24 lojtarët që kishim sot në të gatshëm për këtë ndeshje, përfshi edhe Muçollin, por edhe të gjithë lojtarët e tjerë me radhë duke marrë, cilët kanë qenë pjesë e ekipit, qoftë edhe një ndeshje, qoftë edhe të grumbulluar në gjithë këto kualifikuese, duke filluar nga Simon Simoni, Ande Adroi, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Arlinda Jeti, Adrian Bajrami, Emir Lejani, Naser Ali, Lindon Selahi, Admira Brashi, Odise Roshi, Anis Mehmeti, Armando Sadiku, Armando Broja, Marvin Çuni dhe Alen Sheri. Duhet i falenderoj të gjithë ata sepse të gjithë kanë merit në këtë arritje. Anche allenatori Bush. Edhe duhet falenderoj edhe trajnerin e kombëtares U21 Shqipërisë, Alban Bushi, i cili vërtet ka punuar mirë dhe na ka ofruar edhe neve lojtar shumë mirë nga moshat për ekipin A. Da, a fost o progres mare pentru echipa noastră. Vreau să mulțumesc tot echipa, vreau să mulțumesc antrenorul din trecut care a condus squadra până la înainte de mine. Vreau să mulțumesc toți jucătorii care sunt în echipa, inclusiv acela care au jucat mai înainte, care deja nu mai sunt în echipa. Vreau să mulțumesc toți jucătorii care Simoni, Adroi, Kumbola, Mihai, Bairami, Ayeti și mai departe. C'è un altro, lasci stare Legnani, Ali. Legnani, Aliai, Selahi, Abrash, Roshi, Mehmeti, Sadiku, Broja, Ciuni, Sherry. Fammi dire. Atë, Mr. Duke dalur ose duke filluar nga Broja,
nuk e ke patur kur në dispozicion, por edhe pse nuk u grumbullua në të ndeshje, në ato pak minuta në Chelsea Manchester City, besoj që e pa se çfarë aftë është bëj. Çfarë prisni ju në Gjermani nga Broja më shumë se sa kjo kombëtare aktuale? Per colpa dell'infortunio lui non è stato capace di giocare con la squadra in nessuna partita, però cioè abbiamo visto cosa ha fatto contro City in quei pochi minuti che ha giocato. Cosa ti aspetti da un giocatore come Broja, diciamo, alle finali dell'Europeo e delle altre partite, diciamo? No, prima di tutti abbiamo detto già in conferenze stampa prima di iniziare questo percorso in novembre della data FIFA, lui è un calciatore che rientra da un infortunio da 11 mesi, ha fatto una gara in 45 minuti, una gara no, 60 minuti con il Chelsea là, in ottobre, dopo 45 minuti non ha finito la gara là, rientra da noi, non riesce a fare allenamento, poi arriva un momento che noi dobbiamo rispettare tanto la salute di un calciatore, lui deve riprendere con tranquillità. Io ho visto, lui ha fatto in questo percorso un mese e mezzo praticamente, a campo all'ultima gara è stato con la squadra contro il City, gli ha fatto 2 minuti più recupero, dobbiamo rispettare, è un calciatore di un calibro straordinario, lui deve recuperare con tranquillità, è un infortunio difficile, non è una mica facile. In questo senso sono contento di tutti noi perché dobbiamo rispettare la salute del calciatore, è importantissimo. Noi non siamo una macchina, siamo umani. Dopo andiamo a pensare in europeo, adesso si fa un processo in avanti, un secondo passaggio, dobbiamo iniziare già dalla settimana prossima. Islas Fairway, tutto il rispetto del mondo, dobbiamo a casa fare una bellissima gara, il nostro pubblico aspetta. E dopo sì, sediamo con il corpo tecnico dopo 2 giorni libero, dopo riprendiamo e iniziamo a fare il secondo step importanti per la nazionale albanese. Pra, e kemi thënë shpesh për Brojen, por e kemi përsëritur dhe para ndeshjeve të nëntorit për situatën e tij, ai ka pasur një dëmtim fiks 11 muaj, ka 11 muaj pra pa luajtur pas atij dëmtimit të rënd. Para se të vinte tek ne kur e ftuan për ndeshjen me Çekin, ai kishte bërë 60 minuta në njëra ndeshje dhe më pas 45 minuta në ndeshje tjetër, erdhi tek ne dhe psoi sërish një prandje ushqisime fizike, u rikthy te Chelsea dhe për gati 1 muaj e gjys ai nuk u aktivizua dhe mundi të luante vetëm pak minuta me Cityn. Sigurisht ne duhet të respektojmë së pari shëndetin e lojtarit sepse është e rëndësishme që ai të rekuperohet sa më qetë dhe sa më mirë, të jetë i gatshëm 100%. Për vlerat e tij kemi thënë gjithmonë është një lojtar i jashtëzakonshëm dhe ne jemi të lumtur që ta kemi në dispozicion, por ne nuk kemi makina, jemi njerëz dhe së pari është shëndeti i njeriu do të vënë pari. Por sa i përket po themi pjesës fazës tjetër para Europianit, ne do të nisim punën shumë shpejt, por kemi edhe ndeshje me Ishuj Faroe, të cilët janë një kundërshtar për të respektuar, duan të bëjmë ndeshje të mirë, luajmë ndaj publikut ton, duan të bëjmë një paraqitje shumë të mirë edhe aty edhe për të respektuar qoftë edhe publikun patjetër, por pas asaj ndeshje po themi pas 2 ditëve pushim ne do të ulemi dhe do të fillojmë të mendojmë për kombëtaren edhe për fazën tjetër që na pret para finaleve të Europianit. Ele é um jogador forte e bom, are un talent enorm. Noi respectăm meritele lui. Broja è un giocatore care are o valoare extraordinară. Mirë, atëherë ky është edhe pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë. E mbyllim këtu këtë konferencë për media dhe mirupafshim. Shumë faleminderit. Thank you very much. Thank you guys. Merci frumos.